Me mbrëma dhe mirë se vini në War Report. Mbrëmjen e sotme në program do të zhvendosemi nga aktualiteti mbi atë se çfarë ndodh mbi frontet kryesore të betejës për të diskutuar një temë e cila ngjall gjithmonë interes. Spionazhi i aktorëve dhe fuqive të huaja ndaj njëra tjetrës. Pse ekzistojnë shërbime të tilla? Kush është synimi kryesor? Dhe gjithashtu mbrëmjen e sotme në program do të kemi mundësinë që të trajtojmë në mënyrë të thelluar 5 prej rasteve të cilat kanë shkaktuar impaktin më të gjerë sa i përket spionazhit global mes atyre të cilat konsiderohen superfuqi e her pas here edhe armiq të njëri tjetrit. Mbrëmjen e sotme me mua në program është profesori asociuar i çështjeve të sigurisë zoti Xhavi Çala. Zoti Çala, mirëmbrëma, kënaqësi të kemë në program. Gjithashtu mbrëmjen e sotme në War Report me ne është edhe zoti Redion Qiriazi, ekspert i çështjeve të sigurisë. Mirëmbrëma zoti Qiriazi, kënaqësi të kemë në program. Tani nisim së bashku, profesor, pse spionojnë shtetet? Pse është kaq e rëndësishëm të kesh një shërbim të huaj i cili është i fortifikuar dhe në kohën e duhur ditë ketë nën kontroll informacionet e duhura? Për të mbrojtur interesat kombëtare, secilit vend i duhet informacion për palën kundërshtare. Informacioni për palën kundërshtare merret në forma të ndryshme. Por një nga këto format është spionazhi nëpërmjet elementit njeri. Pastaj është spionazhi që merret nëpërmjet mjeteve elektronike etj. Po është një nga format më të vjetra është nëpërmjet elementit njeri. Pra rekrutimi i personave nga pala kundërshtare. Sa më lart në hierarki të jetë i ngjitur personit të cilin ti do ta rekrutosh, aq më shumë vlerë kanë informacionet që ti do të marrësh. Edhe format e rekrutimit janë nga më të ndryshmet, pastaj që është histori tjetër, domethënë. Kjo është shumë e rëndësishme. Informacioni nga elementi njeri ka një përplasje shkollash midis lindjes dhe perëndimit. Lindja në flasë edhe për periudhën para viteve, periudhën e socializmit, kur ishte në lulëzim në pas luftës dytë botërore. Këto vende i kushtonin në luftën e inteligjencës, i kushtonin shumë një rëndësi të jashtëzakonshme elementit njeri, duke mos patur kapacitetet teknike dhe kapacitetet zbuluese elektronike që kishin Shtetet Bashkuara të Amerikës. I kushtonin rëndësi elementit njeri, ndërsa pjesa perëndimore, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës, i kushtonin më shumë vëmendje anës teknike. Imagjinoni për shembull, kjo ka ndryshuar tashmë, sidomos ka vazhduar, ky koncept ka vazhduar deri vonë, domethënë. Imagjinoni nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do kishin pasur një agent pranë Bin Ladenit në Tora Bora, nuk do të kishte ndodhur një mbështetëtori, mund të ishin informuar me kohë për çfarë po përgatitej. Dhe sot ka ndryshuar konceptet shumë. Ka një raport për ngjarjet e një mbështetorit. Këto argumente po ja për treguar rëndësinë e faktit të burimit të informacionit nga elementi njeri. Ka një raport për ngjarjet e një mbështetorit, i cili thotë që në Shtetet Bashkuara të Amerikës pat mungesë informacioni për terroristët brenda territorit amerikan. Dhe ky është një raport zyrtar, është i publikuar. Dhe kjo bëri që ndërsa nga ana teknike, nga ana elektronike po them, kishte disa informacione, kishte përgjime që disa lidhje të fuqishme të Bin Ladenit nga vendet arabe shprehin që do ta ngjoni se ç'do ndodhi këto ditë. Ndërkohë po nga lidhjet e Bin Ladenit flisin që do të ngjoni se çfarë do të ndodhi këto ditë. Pra kuptoj që diçka e madhe po përgatitej. Këto informacione i kishin agjenci të ndryshme, NASA vete, ky shërbim vete, dhe nuk kishte një gërshetim këtyre, një analizë informacioni. Pra, dhe kjo analizë informacioni e la Amerikën në terr informativ. Pra, të gjitha këtyre, ndërkohë që edhe nga FBI kishte informacione që vetë instruktori i përgatitjes atyre që pilotëve që sulmuan me avion, vetë instruktori i bën një raport FBI-s, thotë më vjen çudi, thotë se këta po kërkojnë të stërviten vetëm për ngritje me avion, jo për ulje. Pra, përgatiten vetëm për ngjitje. Pra, dhe kjo nuk ishte marrë fare në konsiderat. Kur u morën gjithë këto informacione parciale dhe doli që Amerika e dinte por nuk ishte vepruar, po e themi dinte, domethënë nuk ishte bërë një analizë informacioni. Imagjinoni sikur gjithë ky informacion teknik kishte një element njeri. Dhe pra ne themi që është shumë e rëndësishme faktori njeri dhe që nuk në çështjet edhe të inteligjencës, sepse atë që ka një nga mjeshtrat e kësaj punës unë të paktën jam marrë shumë vite, jam diplomuar për inteligjencë, kam punuar nga A-ja tek Z-ja në gjitha nivelet, që nga specialisti deri ke drejtuesi rajonal në fushën e inteligjencës. Dhe ka një shprehje
të disa mjeshtra të mëdha të punës me agjentorë që thotë një agent i pozicionuar në vendin e duhur mund të zëvendësojnë me qindra analistë që rrinë nëpër zyra. Qartë, ndërkohë, zoti Xhiriazi, e theksuam pak edhe me profesorin, ka një ndryshim të asaj çfarë konsiderohet spionazh ndërkombëtar dhe elementit kryesor. Profesori tha dikur ishte elementi i njëri, vijon të mbetet edhe sot një aset i çmuar, por ka pasur edhe një revolucion sa i përket kësaj çështje. Pra, kemi edhe spionazhin kibernetik i cili është kthyer në një element po aq të rrezikshëm apo jo? Patjetër. Ajo që ka si çdo gjë tjetër edhe fusha e spionazhit ka pasur zhvillimin e vet. Dhe fush beteja nuk është më tashmë fizike, por është edhe ajo kibernetike. Ne kemi parë se si agjensi të ndryshme kanë bërë sulme. E fundi ka qenë edhe ndaj vendit tonë. Pra, kemi këtu Homeland Justice, e cila ka sulmuar në disa raste vendin tonë kibernetikisht, paktën në 4 raste. Sistemi Teams, Bashkia e Tiranës, sistemin e e-Albania që është lidhur më pas me elementin e Ministrisë së Brendshme dhe gjithashtu së fundi ka patur përsëri një goditje kibernetike të rrjetit tonë. Dhe vazhdojnë edhe në ditën e sotme që përmes rrjeteve sociale ose përmes sulmeve kibernetike të nxisin disinformimin ose keq informimin e publikut për të realizuar agjendën e tyre. Nga ana tjetër kemi pasur edhe sulme historike që janë bërë edhe në Departamentit të Shtetit Amerikan, besoj një nga rastet ne do të diskutojmë edhe pak më vonë këtu. Kjo tregon që teknologjia është një aset, por në të njëjtën kohë është edhe një vulnerabilitet. Atje ku ofrohet një mundësi më e madhe, gjithashtu ofrohen edhe dobësi të cilat mund të shfrytëzohen nga kundërshtarët. Dhe një problem tjetër që unë do të thoja vjen me epokën e informimit masiv, është që ka jashtëzakonisht shumë informacion për pak inteligjencë, ose bëhet gjithmonë më e vështirë për të prodhuar inteligjencë të mirëfillt. Çfarë nuk kupton kjo? Sot nuk është fare vështirë për të krefur, për të përdorur një term teknik, informacion, qoftë nga celularet, qoftë nga rrjetet e ndryshme kompjuterik. Problemi është që 99.999% e saj është informacioni i cili është pothuajse i parëndësishëm, qoftë për agjensitë e inteligjencës. Dhe kjo ka rikthyer edhe një herë nevojën për individët, për personelet kyç, pra për inteligjencën njerëzore, human intelligence që të jetë prezente. Jo vetëm që të bëj analizën, sepse një pjesë e analizës bëhet edhe përmes sistemeve, algoritmeve dhe inteligjencës artificiale, por mbi të gjitha për të qenë në vendin e duhur, siç e tha profesori, në mënyrë që të mbledh atë informacion kyç, atë informacionin e situr. Prandaj, teknologjia ka dhënë avantazhe të jashtëzakonshme, ka zhvilluar vulnerabilitete po aq të mëdha, ka ofruar mundësi për të grumbulluar jashtëzakonisht shumë informacion, por nga ana tjetër e ka bërë më të vështirë për të diferencuar informacionin nga inteligjenca mirëfillt, rrjedhimisht rikthehemi përsëri te faktori njerëzor, i cili është esencial si në çdo gjë tjetër ashtu edhe në inteligjencë. E qartë, siç e thash nisit programit, padyshim do të kemi një ndalje te 4 raste të cilat kanë shkaktuar buj, kryesisht për inteligjencën e perëndimit me infiltrimin e agjentëve rus në periudha të ndryshme kohore. Rasti i parë është i Kim Philby dhe Cambridge 5, bëhet fjalë për vitin 1930 kur ish-bashkimi sovjetik në atë kohë dhe KGB-ja ruse arritën që të rekrutonin të paktën 5 studentë nga Universiteti i Cambridge në Mbretërinë e Bashkuar për të qenë korrekt. Kim Philby ishte xhevahiri i kurorës së këtij rrjeti, pasi ai u ngjit aq lart në hierarkinë e inteligjencës britanike saqë u emërua shef i seksionit antisovjetik dhe gjithashtu edhe oficer ndërlidhës me CIA-n, por në të njëjtën kohë ai ishte vetë pikërisht i ngarkuar nga Moska për të shitur informacione atje. Ata komprometuan planet e NATO-s, ndanin informacione mbi projektin e bombës atomike aleate dhe trajtuan operacione sekrete në Ballkan, përfshirë tentativat e dështuara të infiltrimit në Shqipëri në fillim të viteve 50, ku qindra agent ran direkt në kurthet përgatitura nga shërbimi i sigurimit dhe KGB-ja ruse. Janë mbi 20.000 dokumente sekrete të cilat janë komprometuar duke ju dorëzuar Moskës, ndërsa Kim Philby arriti që të aratisej drejt Rusisë duke mos marrë kur një dënim apo atë çfarë meritonte për gjithçka që kishte ndodhur. Profesor Shalat, ndalemi pak tek elementi më interesant për gjithë ata cilët po na ndjekin, një agent në krye të inteligjencës britanike i kontraktuar nga Moska dhe një rast i përfolur për vitet 50 ku siç duket Amerika dhe Britania planifikonin një operacion për rrëzimin e ish-diktatorit Enver Hoxha.
një nga motivet kryesore të rekrutimit që përdorte lindja, sidomos KGB-ja që ishe strukturë, ka pas një emër tjetër para luftës dytë botërore, po më pas luftës dytë botërore, po ajo që quhet KGB, kanë patur motivet ideologjike. Po të kthehemi pak në kohë, kur është rekrutuar ky grupi i 5 apo 5 e Cambridge-it, është ndodhem në rreth viteve 1930, komunizmi në atë kohë ishte në modë. Pra ishte një shtet ku komunizmi ishte në pushtet, pra në Bashkimin Sovjetik, ndërkohë që nga shumë vende tjera, sidomos nga punëtorët, nga shtresat tjera, komunizmi shifi si një shpresë, pra për mbrojtjen e njerëzve të varfër, për probleme sociale tjera. Dhe duket element me pikpamje të majta, siç ishin grupi i Cambridge-it, ranë shpejt në rrjetën e zbuluesit rus në Londër, i cili pastaj bëri ato kombinacione të shumë të famshme që bëri rekrutimin e parit, i pari rekrutoi dytin, pra u bën një rekrutim zinxhir, krijoi një celulë. Ajo patë veproi edhe para luftës dytë botërore, por sidomos pas luftës dytë botërore, ku Kim Philby arriti u pozicionuar në nivele shumë të larta. Pra mund të themi që ishte në nivelet, Mi-6 ishte në nivelet më të larta që merrej pikërisht me kundër inteligjencën ruse. Pra ishte për të zbuluar kush ishte në shërbim të rusëve. Pra ishte një sukses jashtëzakonshëm i shërbimeve ruse që arritën që një njeriu tyre të fitojë besimin dhe të arrijë në këto nivele. Në këtë kohë Kim Philby ka luajtur më pasaj kur fillon të ngjallen në fakt dyshimet e para, sepse dyshimet e para fillon që në vitin 1950, në 51 u godit një pjesë e kësaj, rreth 2 apo 3 antarë të kësaj celule, për Kim Philby nuk pat prova në atë kohë dhe ai u kaloi në një koordinator me CIA-n për problemet ruse. Pra, në një farë mënyrë larguan nga kundërzbulimi që ishte aty. Dhe deri më vonë pasaj ai ka vazhduar aktivitetin edhe rreth 10 vjet tjera dhe vetëm atëherë kur po bëi gati që të goditej, ai arriti të sigurojë një dalje dhe shërbimet ruse i dhanë mundësi që të arratisej në Moskë, ku vdiq në Moskë, ka vdek vonë, ka vdek si njëri i respektuar për ata. Ai ka një debat madh sepse mendohet që shtetet perëndimore, sidomos agjencitë perëndimore, më saktë, Mi-6, CIA, kishin bërë një plan për të goditur kampin socialist në hallkën e tij më dobët dhe në hallkën më në perëndim që ishte, ose më në jug perëndim të kampit socialist, që ishte Shqipëria. Pra, kishin synimin për ta shkëputur nga zinxhiri komunist. Dhe duket ka patur, janë të dokumentuar gjitha, janë publikuar dokumentat sot, domethënë edhe për veprimtarinë e CIA-s edhe të Mi-6-s. Ka një deklaratë zyrtare në rreth vitit 2003, në mos gaboj, ku ishte kryeministër Tony Blair, i cili thot një nga dështimet më të mëdha të Mi-6-s në shekullin e kaluar është ajo që ata pësuan në territorin shqiptar, pra kur goditën gjithë grupet. Ka një debat edhe në radhët e ekspertëve të fushës se sikur kjo goditje ju dha, apo këtë mundësi e krijoi Kim Philby duke dhënë informacione. Unë vetë e njoh mirë mënyrën se si operohet në shërbim inteligjent. Kim Philby ishte një person që mund të jepte informacione në nivelin strategjik. Nuk mund të japi informacion Kim Philby që Hamid Matjani, që ishte kundërshtari i regjimit bashkë me grupin e tij, do hidhej me parashut në orën 09 darkës, ishte një të darkës në X zonën të Lushnjës. Nuk merre Kim Philby me këto nivele informacione. Këto janë nivele informacione tjera që i përgatiti, domethënë ishin informacione që rriten nga kundërzbulimi shqiptar. Dhe gjithë kjo ka qenë, domethënë, vërmëtaria e kundërzbulimit shqiptar, goditja e këtyre grupeve. Pse ka qenë një nga arsyet ka qenë ashpërsia e këtij shërbimi, saktësia e tij dhe sidomos frika nga regjimi që kishin qytetarët dhe që në farë mënyrë arritën një pjesë e tyre jo e vogël arritën të denonconin këto grupe të armatosura të cilat ishin të financuar nga CIA dhe nga Mi-6 me synimin për të ngjallur revolta dhe për të përgatitur situatën për një përmbysje të regjimit.
këto kanë qenë situata që nga ana tjetër në ato zona ku këto hidheshin që parashutoheshin nga informacionet e cilet dihen me saksi nga kundërzbulimi i kohës, ora, data, vendi, sepse këta kishin deportuar, bile këta arritën të krijojnë shërbimi i asaj kohe, kundërzbulim të arriti të krijojë grupe vetë të armatosur dhe hidhë në arrati në mënyrë që të kontaktonin grupe të tjera, të krijoshin një aleancë, të krijoshin iden në perëndim që të dërgoheshin sa më shumë armatime, sa më shumë të ardhurën thesare në Flori, pra për të shpërndar tek njerëzit e tjerë. Edhe këtu sistemi këta hoqën dorë përfundimisht, CIA dhe FBI-a, më fal, këtu një rol kanë luajtur edhe vendet fqinj. Vendet fqinj pat një përplasje prapa perdeve midis këtyre dy shërbimeve dhe vendet fqinj, të cilat kishin synime të tyre. Greqia dhe Jugosllavi kishin synime të tyre, të cilat bishin shpesh ndesh me ata, donin ndarjen e Shqipërisë, kishin pretendime territoriale, ndërkohë që synimi i CIA-s dhe i MI6 ishte thjesht përmbysja e regjimit, pra ndryshimi i regjimit në Shqipëri apo kafshimi në një farë mënyrë i territorit të kampit socialist që mos ta leshën të ishte aq i unifikuar. Dhe në vitin 53, kur e pan që janë përballë humbjeve të tilla, ata u detyruan që të ndërpresin operacionet. Këto që po them janë të vërtetuar, i kanë publikuar vetë, është deklarata e kryeministrit Tony Blair, janë gjithë dokumentet e CIA-s të këtij operacioni Valuable, që gjithë këtij operacioni janë deklasifikuar tashmë dhe gjenden, mund t'i gjesh edhe në internet. Qartë, Qiriazi. Sigurisht, profesori është enciklopedi për sa i përket rastit në fjalë dhe rasteve të tjera, por unë do të thoya që ajo që ne mund të evidentojmë nga ky rast dhe që është e rëndësishme ta theksojmë është që ndonjëherë motivimi ideologjik është shumë më i rëndësishëm për inspirimin e individëve për të kthyer në agent një palë tjetër sesa pasuria. Sigurisht financat është një motivim tjetër shumë i rëndësishëm, por motivimi ideologjik është persistent, ai është brenda me njeriu në një farë mënyrë, dhe kjo është edhe arsye pse pas një incentiv financiar ai grup ishte në gjendje që të rezistonte për një kohë gjatë. Së dyti evidenton edhe një herë rëndësinë e pasjes së një kundërzbulimi efektiv. Pra nuk mundesh që të kënaqesh me faktin që bëre një skanim fillestar të personelit që ti rekruton, para jo duhet të jetë e vazhdueshme. Dhe qartësi më herët, sidomos në rastin e Filbin, e dim që ka patur dyshime, por asnjëherë investigime të forta për të nxjerrë prova në mënyrë që të arrestonin atë. Dhe e fundi fare do të thoja që ndonse ndarja e informacionit inteligjencës me partnerët është shumë e rëndësishme, sidomos në ditët e sotme ku kemi një fluks të madh informacioni, nga ana tjetër kjo mund të kthehet edhe në një dobësi, pasi ndonjëherë agent të caktuar, pra pjesë të aleancës tënde, mund të informojnë kundërshtarët e tu. Mirë, Qirazi, ndalemi pak edhe tek një rast që ti përmende pikërisht në nisje të programit. Do të flasim tashmë për një ish agent të CIA-s amerikane, i cili është spioni më i paguar deri më tani. Bëhet fjalë për Aldrich Ames, i cili ka ndruar jetë në 5 janar të vitit 2026, pasi ishte dënuar me burgim të përjetshëm. Ndryshe nga rrjeti Cambridge, Ames u shtyi vetëm nga parat, si analisti i CIA-s në kundërzbulimin e divizionit sovjetik. Ai kishte borxhe të mëdha financiare dhe një jetesë luksoze që nuk e përballon të dot me rrogën e shtetit. Në vitin 1985, Ames thjesht hyri në ambasadën sovjetike në Washington dhe ofroi sekrete në këmbim të $50,000. Për plot 9 vite, ai u pagua në total rreth $4.6 milion nga KGB-ja ruse, duke u bërë spioni më i paguar në histori. Ames dorëzoi emrat e pothuajse të gjithë aseteve spionëve që CIA kishte brenda Bashkimit Sovjetik, dhe ky informacion çoi në eliminimin e rrjetit amerikan në Moskë. Të paktën 10 agentë të lartë u ekzekutuan dhe 10 të tjerë u burgosën. Për vite me radhë, CIA mbetej e verbuar ndaj asaj që ndodhte brenda Kremlinit. FBI arrestoi atë në vitin 1994, pasi stili i tij jetesës me shtëpi luksoze dhe gjithashtu makina luksoze tërhoqi vëmendjen e Departamentit të Kundërzbulimit. Një rast thriller, duhet thënë, kur flasim për spionazhin dhe mbi gjitha brenda CIA-s amerikane, apo jo? Po. Aldrich Amer është ndoshta spioni më i urryer në historinë e CIA-s. Dhe arsyeja është shumë e thjeshtë. Veprimet që ai ndërmori çojnë në vrasjen e shumë prej kolegëve të tij. Pra një njeri pothuajse sociopat, i cili e dinte që sa herë që kalonte
emrat e kolegëve të tij, pra agjentët e fshehur në Moskë, në Bashkimin Sovjetik apo në vende të tjera që bashkëpunonin me Bashkimin Sovjetik në atë kohë, e dini që ato do të përfundonin në dekonspirime të operacioneve dhe në raste më të keqe edhe në humbjen e jetëve të kolegëve të tij. Historinë praktikisht ti e shpjegove, kështu që nuk dua të ndalohem më tej, po mendoj që rasti i Aldrik na dëshmon edhe një herë që motivimet për të punuar për një qeveri tjetër ndryshojnë. Ndonjëherë dëshira për një jetë luksoze, siç ka qenë rasti i tij, është e rëndësishme, por përsëri thekson edhe një herë rëndësinë esenciale të kundërzbulimit. Zbulimi në fakt, zbulimi në vetvete është informacioni që ti mbledh për një shtet të huaj, pra për një shtet kundërshtar, po themi, ndërsa kundërzbulimi është në thelb shumë më patriotik, shumë më fisnik se mision, sepse është një konstante. Pavarësisht se, pra, ashtu si lufta që ndryshon formën e saj, edhe lufta në fushë betejën e inteligjencës dhe të spionazhit, ndryshon formën, po natyra mbetet e njëjtë. Dhe gjithmonë dihet që do të ketë tradhtar, prandaj është shumë e nevojshme që çdo vend të punojë fort në fuqizimin e kapaciteteve të kundërzbulimit të tyre, sepse ajo në fund fare të garanton sigurinë. Dëmi që i ka shkaktuar Aldrich CIA-s dhe Amerikës ka qenë jo vetëm personel, por imagjinoni mira operacione të dekonspiruara dhe të gjithë mbështetjen operative që shkonte drejt saj. Pra, është ndonjëherë e parëndësishme sa shumë e siguron agentin tënd në terren për ta mbuluar atë, duke krijuar identitete të ndryshme, duke krijuar mbështetje logjistike për punën e tij. Dhe në fund fare gjithçka dekonspirohet sepse dikush rrshket një emër në një cop letre, në një nga ato që quhet pik hedhje, pra dead drop, pik të vdekur, dhe ai person eliminohet. Pra, siç e thash, ndoshta personi më i urryer, nëse do të pyesje çdo oficer të sigurisë amerikane, por që thekson që vjen në shumë forma tradhtia kombëtare. Qartë, profesor, shumë shkurtimisht një koment, tregon ky rast se parat janë arsye kryesore sepse dikush zgjedh të dezertojë në shërbime të tilla? Shërbimi që do bëj rekrutimin e studion kush është pika topët këtij, kush është atij. Pika topët grupit të pesja e Cambridge-it nuk ishin parat. Pika topët e tyre ishte ideologjia, pra ata ishin me pikpamje komuniste të kohës, me pikpamje që ishin kundër sistemit të tyre. Ndërsa në rastin që po shohim, ai kërkon të thjesht para dhe shkoi direkt në ambasadë. Dhe kjo tregon edhe në fakt edhe dobësitë e kundërzbulimit apo të atij sektorit të FBI-s që merret me, sepse shkoi tjetër në ambasadë do të ofrojë informacion kundrejt $50,000, në një farë mënyrë është shumë e rëndë për atë shërbim kundërzbulimi që nuk arriti, ai mund ta ketë justifikuar në lloj mënyrash, po vajtja në një ambasadë të huaj e një eksponenti të shërbimit është shumë problematike. Pra duhet të ishte mbajtur nën kontroll. Pra kemi tashmë në aspektin e fushës së rekrutimit kemi kalimin nga ideologjia tek paraja dhe paraja thot populli që ujit përpjet. E çon ujin përpjet, nuk e dim nëse këtë e dinin edhe amerikanët. Mirë, do të ndalim në një tjetër rast i cili ka bërë bujë, duhet thënë, në historinë globale të spionazhit. Bëhet fjalë për Robert Hansen, i cili ishte një agent veteran i FBI-s i specializuar pikërisht në çështjet e kundërzbulimit. Ai përdori njohuritë e tij të thella mbi metodat e vëzhgimit të FBI-s për të shmangur kabjen. Për më tepër, ai spionoi duke përdorur pseudonimin Ramon Garcia dhe KGB-ja nuk e mori vesh kurrë identitetin e tij të vërtet deri pas arrestimit. Ato komunikonin vetëm me pikat të vdekura. Dead drops është një term i cili përdoret për ata spionë të cilët lënë dokumentet në vende sekrete në natyrë. Hansen komprometoi operacionet më sensitive Shteteve të Bashkuara. Ai zbuloi ekzistencën e një tuneli që shërbimet sekrete dhe FBI-ja kishin ngërmuar në ambasadën e re sovjetike në Washington për t'i përgjuar. Ai gjithashtu dorëzoi planet strategjike të Shteteve të Bashkuara në rast të një lufte bërthamore dhe tradhtoi agent të dyfisht si Dimitri Polyakov
Volkov, i cili u ekzekutua. Hansen u zbulua vetëm në vitin 2001 pasi FBI pagoi $miliona një ish agent të KGB-s për të marrë dosjen sekrete të spionit Ramon. Gjurmët e gishtërinjve dhe një regjistrim zëri në dosje vërtetuan se bëhej fjalë për Hansen u kap në flak Brands duke lënë materiale në një park dhe ka ndëruar jetë në burgun e lartë të sigurisë në vitin 2023. Janë pikërisht edhe fotot e tij që shihni në ekran. Ky është rast shumë interesant. Ky ka një duket po ta studiosh profilin e tij, synimi i këtij nuk ishin vetëm parat, po ishte personaliteti, egoja e tij. Por është nga rastet më interesante sepse ky nuk i besonte as KGB-s, as SRV-s, shërbimit të aty. Pse nuk i besonte? Ata asnjëherë ai shërbim nuk arriti ta kuptojë se cili ishte. Cili ishte ky person? Pse? Se ky gjithmonë lënte informacionin në kuti postare, quajmë ne, ajo pika pika errët që ta quaj dhe prezantoi me emrin Ramon Garcia. Dhe ai merrte parat, lente materialin që kërkoi, ata verifikonin materialin dhe sillnin parat herën tjetër. Pra, ata asnjëherë nuk arritin do ta njihshin si fytyrë. Dhe për këtë arsye, kundërzbulimi apo shërbimi përkatës amerikan nuk duke dyshuar sepse u dekonspiruan operacione që kishin kushtuar me vite. Domethënë ai tuneli nën toksor që ishte hapur, që ishte angazhuar dhe NASA, që ishte hapur poshtë ambasadës së re ruse, ishte një investim që u dëmton rënd interesat kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe pra ata angazhimi këtyre bëri që të gjenë një mënyrë dhe ata vepruan me të njëjtën monedhë. Domethënë këta rekrutuan një ish agent të shërbimit për të sjell dosjen, sepse siç duket ai u dha informacion që edhe ne nuk e njohim se kush është. Amerikanët pastaj duke menduar që ky ka dhënë informacione dhe diku ka ngel një gjurmë gishti, ata shërbimit ruse për të justifikuar ato para miliona që derdhin kishin bërë edhe në një përgjigje telefonik, sepse kur ishte fiksuar takimi, u morën këto dhe u konfirmoi që ishte ky dhe u bë arrestimi, po u bë arrestimi pas 20 vjetësh. E qartë. Qiriazi, është ky një dëshmi e qartë që tregon se ndonjëherë ka individ apo njerëz që punojnë në shërbimet e zbulimit, të cilat janë mbi sistemin me zgjuarsinë që kanë apo me manovrat dhe taktikat që përdorin? Mendoj që ka shumë individ të cilët mund ta mashtrojnë sistemin për një kohë të caktuar, por eventualisht sistemi nëse është vigjilent është në gjendje që t'i kap ta individ dhe kjo është edhe arsye pse ai u kap në fund fare. Por një gjë që ky rast dëshmon do thoja është se sa më ekspert të jenë individët, aq më të vështirë bëhen për të kapur. Pra, në rastin konkret, Hansen kishte një aftësi të jashtëzakonshme për të fshehur edhe KGB-s, por edhe vetë CIA-s dhe FBI-s. Një tjetër problematikë që del nga dosja e Hansen është nevoja për të ditur, quhet parimin inteligjencë. Pra, Hansen kishte tendencë që të futej dhe të merrte informacion, qoftë edhe nga bashkëpunëtorët e tij, si rrethoj që punonte në kundërzbulim në fakt, dhe në taktikat e mosndjekjes, ishte ekspert për këtë gjë. Kishte tendencën që të merrte informacion që normalisht nuk do të duhej të dinte. Dhe ky ishte një nga boshllëqet e çështjes së tij që u analizua. Dhe rrjedhimisht doli në përfundimin që nëse është një kolegu jo, pavarësisht nivelit të ekspertizës, sa i besueshëm është, çfarë nivel clearance, pra çfarë nivel të sigurisë ka, të certifikatës së sigurisë ka, përsëri, në qoftë se individi është duke kërkuar informacion që nuk ka nevojë ta di, që nuk i përket punës së tij të drejtë për drejtë, aty duhet të lindin hije dyshimi. E fundi fare do të thoja që ky rast gjithashtu evidenton sa esencial është përsëri inteligjenca njerëzore. Pra, janë kontaktet që ai ka patur me atë Henderin e vet, që mund të ketë qenë që ishte ish agent i KGB-s, ose një person që ka punuar me dosjet e tij, i cili me intuitën e tij arriti të mendonte që mund të bëhej një zbulim i këtij individit përmes dosjeve, pra duke analizuar mënyrën se si ai kishte paraqitur informacionin. Dhe duhet të thënë këtu që në raste të tilla inteligjenca ka arritur deri atje sa që analizohet edhe mënyrën se si dikush shkruan, pra didaktika, sintaksa që përdorin individët dhe e përcaktojnë nëse është jam unë apo je ti. Pra ti shkruan ndryshe nga unë shkruaj ndryshe nga ti, fjalitë i kemi më të gjata, më të shkurtra, për strukturën e fjalive çdo gjë, derisa bëhet përcaktimi i duhur. Por në rastin konkret ishte më e thjeshtë sepse kishte shenja gishtërinjsh si dhe regjistrimin zanor. Por inteligjenca njerëzore përsëri del që është jashtëzakonisht e rëndësishme.
E qartë, mirë, do të shkojmë një shkputje shumë shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë, e padyshim për diskutuar edhe histori të tjera të rëndësishme, të cilat flasin jo vetëm për një spionazh të drejtë për drejtë përmes individëve, por edhe përmes ngjarjeve ushtarake kibernetike, të cilat duhet thënë se padyshim kanë lënë gjurmë. Në aktet kryesore të spionazhit dhe mbledhjes së informacionit kanë luajtur rol të rëndësishëm jo vetëm njerëzit, por edhe pajisje të ndryshme. Përpara kohës së ekzistencës së satelitëve për të spionuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë gjithçka nga Bashkimi Sovjetik, të cilat përfshinin informacione me vlerë për to, përdornin edhe avion të ndryshëm, siç është edhe rasti i avionit U-2 i Lockheed, i cili ka qenë një element kyç kur bëhet fjalë për operacione të tilla. Qirazi, çfarë ndodhi me këtë rast? Po, U-2 ka qenë tipik njihen si avion spion të hershëm, madje janë përdorur edhe deri në ditën e sotme, vazhdojnë të përdoren. Një nga avantazhet që kjo teknologji kishte, ishte që avionët fluturonin në lartësi jashtëzakonisht të lartë, mbi 20.000 metra mbi nivelin e detit, dhe rrjedhimisht kjo supozohej që e vendoste larg rrezes ose trajektores të çdo lloj armi që mund të kishte Bashkimi Sovjetik. Në fakt, ajo që nuk dinte inteligjenca amerikane ishte që Bashkimi Sovjetik kishte zhvilluar një teknologji në ato vite të cilat mund të arrinte deri në ato lartësi dhe e intercepton këtë avion. Avioni ishte nga një fluturim nga Pakistani drejt Norvegjisë për të ndaluar në Norvegji dhe supozohej që të mblidhte inteligjent në territorin rus. Me njerë pas ndodhjes së incidentit, presidenti Eisenhower deklaroi që ky ishte thjesht një avion për mbledhjen e të dhënave meteorologjike dhe nuk duhet të shqetësoheshin. Kjo duke supozuar që piloti si dhe vetë teknologjia e avionit ishin shkatëruar totalisht dhe nuk ishte nevojshme të vazhdojë më tej. Ndërkohë Nikita Khrushchev disa ditë më vonë del në mënyrë propagandistike bashkë me pilotin për të thënë që ishte rrëzuar një avion spion amerikan dhe ata zotëronin pilotin i cili po mblidhte informacionin. Më pas, kjo solli një konferencë të përbashkët ndërmjet të dyja vendeve, ku piloti i rikthyer Shtetet Bashkuara të Amerikës në këmbim të një agenti rus që Shtetet Bashkuara të Amerikës e zotëronin atë kohë. Kjo është pak a shumë historia, që unë do thoja thekson edhe një herë një mantra shumë të rëndësishme të zhvillimeve teknologjike dhe të luftës në përgjithësi. Sa herë që kemi një zhvillim të teknologjik të njerëz palë, asnjëherë nuk duhet supozuar që kjo të jep një avantazh të përhershëm. Pra, avantazhi teknologjik është i përkohshëm. Çdo reagim ka një kundërreagim, thotë ai ligji bazë i fizikës, dhe rrjedhimisht edhe vendet e tjera do të zhvillojnë teknologjinë që t'i kundërpërgjigjen atij kërcënimi që ata përjetojnë. Këtë e shohim edhe në ditët tona, ku një taktikat vjetra të luftimit me tanke dhe me masivizim të forcave në fushën e betejës, tani janë duke u shpërqendruar për shkak të zhvillimit të teknologjisë së droneve, inkorporimit të inteligjencës artificiale, si dhe raketave me shpejtësi të lartë balistike. Në veçanti këtë e shohim sigurisht në Ukrainë, Rusi. Kjo është një zhvillim dinamik, profesor, i cili solli dhe shkatrimin e një samiti, një samiti paqe i cili do mbajnë në Paris. Këto raste që kemi trajtuar ne, do të thonë që janë një përqindje, këto janë raste që janë dekonspiruar. Po me qindra mira kanë qenë të suksesshme dhe nuk po i analizojmë dhe nuk po i përmendem sepse nuk i dim. Pra që të jemi të qartë, nuk është që dolën rastësore, duhet të thënë, ne kemi marrë disa histori interesante. Edhe ne morëm edhe kemi marrë disa histori që i bie sikur fitoi lindja dhe humbi perëndimi. Edhe kjo nuk është e vërtetë sepse fakti që do na akuzojnë për propagandë ruse. Jo, për ne po e theksoj, fakti që këta janë djegur, në terminologjinë e spionazhit quhet djegur, do të thonë kur u mor vesh, do të thotë që perëndimi ka vepruar më fort. Dhe nga pala tjetër nuk janë, i mund të jenë vrarë, por dekonspiruar nuk është dekonspiruar kush që të vijë përsëri në shërbim të atyre. U-2 është... Pa dashur të ndërpresë, të gjitha rastet që kemi zgjedhur lidhen edhe me lirinë e informacioneve dhe shtypit që vjen sigurisht nga vendet perëndimore në kundërshtim me vendet Rusisë që mbyllet informacione me drejt. Më të vështira për tu aksesuar. Edhe një nga operacionet më spektakolare të
U-2-shëve ka qenë modelit, U-2 ka qenë zbulimi raketa unë kubë. Po ta kesh parasysh, aty mori vendimin pasaj presidenti Amerikan në atë kohë pas ju serviren fotot e bëra nga U-2-shit, e pas ju serviren ato foto, ai mori vendimin pasaj që gati çoi Amerikën e prag lufte. Domethënë që nuk do vendimi ishte asnjë raketë sovjetike në Kubë dhe domethënë i dha Shtetet Bashkuara, i dhan Rusi, Bashkimi Sovjetik në atë kohë mendonte që Amerika ka shumë seriozisht dhe do të godasi Kubën. Dhe kjo bërë pasaj që ata të tërhiqen. Dhe gjendet ajo zgjidhja që u gjend këta autorë nga Turqia spostun raketat e tyre. Pra në një farë mënyrë U-2-shat në atë kohë do të thënë që veprimet e spionazhit, qoftë këta agent, por edhe kjo teknologji ka luajtur rol të jashtëzakonshëm sepse ka qenë për në mbledhjen e informacionit në nivelin strategjik, jo në nivelin taktik. Jo kush bande erdhi në Shqipëri apo kush. Pra kanë qenë në nivele shumë të larta dhe kanë shkaktuar përplasje të fuqive kryesore të kohës. Por të dy palët shikon në spionazh funksionon kështu, është e ndaluar. Domethënë nga ana ndërkombëtare është ndaluar që ti të veprosh kundër një vendi tjetër, por të dy palët e dinë që veprojnë kundër njëri tjetrit dhe e kanë pranuar si formë. Pra, edhe ti e din që unë kam spion brenda shtetit atë dhe edhe unë e di që ti ke spion brenda shtetit, po tash kjo është luftë dhe ne na duhet informacioni dhe do vazhdojmë. Kjo është shumë e rëndësishme. Mirë, do të ndalemi edhe në rastin e 5, i cili është, duhet të thënë, një ndër më interesante, i cili pasqyron kohën në cilën jetojmë. Bëhet fjalë për atë çfarë shkaktoi tronditja brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2020, lidhet me një sulm të mirë organizuar nga Rusia drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes kompanisë kibernetike SolarWinds, ka qenë pikërisht në vend që të sulmonin rrjetet e mbrojtura të qeverisë amerikane. Hakerët të rusë u lidhen me një shërbim të një kompanie private të menaxhimit të rrjetave të quajtur SolarWinds. Ata injektuan një kod keqdashës, malware, të quajtur pikërisht Sunburst brenda përditësimeve zyrtare të softwaret Orion të kësaj kompanie. Ka qenë një ndër operacionet më të rëndësishme, i cili preku rreth 18.000 organizata, të cilët shkaktuan këtë software pa e ditur dhe duke prekur kështu në mënyrë të drejtë për drejtë Departamentin e Shtetit, Departamentin e Homeland Justice, Pentagonin, Departamentin e Thesarit, madje edhe Administratën e Sigurisë Kombëtare bërthamore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sulmi u zbulua në vitin 2020 dhe hakerat patën qasje për muaj të tërë në emailët zyrtare, planet strategjike dhe kodet burimore pa u diktuar. Ka qenë një operacion i cili ka ripërcaktuar në mënyrë dinamike dhe thelbësore atë që konsiderohet spionazhi digital dhe kibernetik. Një rast ku tregon se teknologjia mund të hedhë nerë. Absolutisht, kjo është ditës, domethënë krahas faktorit njeri, se ka qenë faktori njeri ai që e orientoi, pra që mos sulmoni institucionet, po sulmoni këtë kompaninë që ofron shërbim në interneti për këto institucione dhe sulmojnë pikërisht në momentin kur softet do updatohen. Pra dhe ata pikërisht në atë kohë futën virusin dhe arritën të bëjnë një sukses të jashtëzakonshëm. Dhe kjo tashmë nuk është bërë nga një po themi nga një grup pirat, sepse ndodhen edhe nga grupi piratë, por kjo është bërë nga strukturë shtetërore, pra nga dege veçantë të shërbimit të jashtëm të zbulimit rus. Këtë do të thotë se në kohët e sotme shtetet kanë krijuar struktura të veçanta edhe për të siguruar dhëna nëpërmjet sulmeve kibernetike, por edhe për të mbrojtur vetë nga sulmet kibernetike. Mos harrojmë që në luftrat e fundit, sidomos fillohet që nga 2008, sidomos kur sulmua nga Rusia, Osetia dhe Abkhazia që u pushtuan, 2 ditë përpara tashmë është bërë si pjesë e luftës që do bëhet në mënyra është sulmi kibernetik një herë. Pra që orientimi, prisha informacionit, sulmi ndaj bankave, prisha komunikimit e tjerë. Po këtë bëri edhe Rusia në Ukrainë, pavarësisht se Ukraina ishte përgatitur paraprakisht, pra ajo që ndodhi në dy republikat sovjetike, pjesë e Gjeorgjisë, nuk e zuri Ukrainën të papërgatitur. Pra u përgatitën në këtë fushë. Marrim rastin e luftës fundit, domethënë Izrael plus SBA kundër Iranit. U bë sulm kibernetik ditët e para, u ndërprend ndërlidhja, gjithçka, përveç atyre si çfarë ishte bërë që ishte mbledh informacion nëpërmjet këtyre, nëpërmjet përgjimeve, nëpërmjet gjithçkaje. Pra sot kjo është pjesë e betejës.
Pra, sulmi kibernetik dhe mbrojtja nga sulmi janë pjesë të betejës, por asnjëherë edhe këto pa elementin njeri nuk do të kenë rezultat. Është elementi njeri ai që vendos ku do ta përdori, si do ta përdori dhe çfarë produkti inteligjencë pret nga kjo sulm. Nga ky sulm. Bile pothuajse gjitha shtetet, sidomos edhe këto të boshit të skeqes, duke filluar edhe Korea e Veriut kanë përgatitur struktura të posaçme që merren me sulme të tilla. Një shembull shumë thjesht, para disa vitesh, Korea e Veriut, një nga këto agjencitë amerikane të kinematografisë, nuk e mbaj mend se cila ishte tash, kishte përdorur një film që bëte humor me Kim Jong-un. Panasonicu më duket. Duket se Panasonicu ka qenë. Po. Edhe bënte humor me Kim Jong-un dhe ata pikërisht kjo njësi arriti e sulmoj dhe e detyroi kompaninë që të hiqte nga transmetimi, pra mos ta nxirrte, sepse ishte në proces publiciteti që do të jepet. Dhe detyroi atë kompaninë pra në një farë mënyrë diktoi një shtet demokratik që të vepronte sipas urdhrit të atyre, sepse lushin interesa me pasu publikuar, sepse pastaj binde që Korea e Veriut sfidon Amerikën, kështu që ka patur një përplasje të madhe në atë kohë dhe në aspektin edhe në nivele të larta ka patur një ndërhyrje edhe të presidentit Amerikës. Kjo nxorri atë që mbrojtja kibernetike është e jashtëzakonshme, ka rëndësi të jashtëzakonshme nga gjitha shtetet dhe do të pranuar që nuk ka asnjë shtet në botë, as Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe asnjë shtet tjetër që të jetë 100% i siguruar nga sulmi kibernetik. Çdo gjë prodhohet diçka e re, prodhohet një soft i ri, prodhohet një virus i ri etj. Pra asnjëherë edhe ne themi që u sulmu Shqipëria nga Irani. Shqipëria u sulmu nga Irani, po nga Amerika është sulmuar, Franca është sulmuar, vazhdojnë sulmet për ditë, domethënë, vazhdojnë sulmet për ditë, se këto nuk pushojnë jo vetëm nga struktura shtetërore, po shpesh strukturat shtetërore, për të mos kriju probleme diplomatike me shteti përdorin organizata. Përdorin organizata si që është kjo aleancë siguritive që përdor Irani, apo si që përdorin grupet ruse, apo tjera. Pra kjo bëhet zakonisht, por di se ku shëndron grupe hakesh, por di se ku shëndron pas tyre. Dhe kjo është përgatitja për këtë, ka dhe një diçka që ne në akademi kemi po para 3 vjetet, ne u morëm shumë seriozisht me kërcënimin kibernetik dhe bëm një konferencë ndërkombëtare, u bë një studim shumë i thelluar për këtë problem në Shqipëri pa ndodhur këto ngjarje, domethënë se këto ngjarje janë shumë të vëndshme, këto ngjarje të sulmit kibernetik. Dhe ftuam edhe ekspert NATO-s nga Estonia, që Estonia maci epiqendra ose që ka nivelet më të larta të zhvillimit të ekspertizës në këtë fushë. Dhe një nga problemet që ne ngritëm ishte që të gjithë zyrtarët që janë përdorus të një emaili qeveritar ose të një adrese, dhe përveç këtyre por edhe qytetarët të thjeshtë, deri ai që përdor Facebookun, duhet të jenë të përgjegjshëm edhe ata për mbrojtjen kibernetike. Nëse ne shtum një pyetje shumë thjesht për administratës, sa ndjen veten sipas teje, pyetja është shumë e thjeshtë, sipas teje cila është kush ka për sigurinë kibernetike në vendin tuaj? Edhe përgjigja e disave shumica ishte që ne s'kemi përgjegjësi ka sektori IT-s. Ndërkohë që është... Ndërkohë ti transmeton dokumentet top secret në WhatsApp? Po, kaq ishte. Jo vetëm kaq, po ti merr këtë, për shembull, rasti se izraelitët janë mjeshtrar për këtë punë, hollën disa USB afër këtyre qendrave të provave bërthamore. Disa USB dhe tjetër e gjente e fusen direkt në kompjuter dhe me një shpërndaj dhe shkatroi gjithë sistemin. Centrifugat. Herë në këtë mënyrë ka vepruar shërbimet izraelite. Ne po diskutojmë këto që kështu, po izraelitët kanë qenë mjeshtrar kësaj fushë. Redion. Po. Unë do të thoya që rasti i SolarWinds evidenton një gjë shumë të rëndësishme. Zinxhiri është aq i fortë sa hallka e time e dobët. Dhe pjesë e hallkës në ditët e sotme moderne është edhe sektori privat. Dhe me sektori privat ne nënkuptojmë sistemin e furnizimit vetvete, zinxhirin e furnizimit, që do thotë të gjithë këta supplier, nëse janë një hallkë dobët,
për kundërshtarin, për një agjensi inteligjente kundërshtare, nuk është më e nevojshme që të targetoj objektivin i cili mund të jetë i mbrojtur nga shumë mekanizma, por mjafton të targetoj këtë hallk të dobët, që është ai partneri privat. Prandaj krijimi i protokolleve për garancinë që edhe partnerët privat që bashkëpunojnë me agjensitë e sigurisë të jenë po aq të besueshëm, po aq të sigurt me procedurat e tyre, është jashtëzakonisht e rëndësishëm. Një tjetër gjë që evidenton ky incident është fakti që lufta kibernetike favorizon durimin dhe reagimin në një afat të mëvonshëm dhe jo atë të menjëhershëm. Pra, është më e rëndësishme që të qëndrosh në pritje të presësh për momentin e duhur kur të ndërhysh, dhe kujtojmë këtu që këto sisteme kanë qenë duke vepruar në backdoor, pra në backgroundin e sisteme për një kohë shumë të gjatë, se sa të reagosh me njëherë për një shkatrim të një dëmi të menjëhershëm. Rasti centrifugave që përmendi profesori është një i tillë, ku një worm, që quhet pra një krim i vogël, ishte në gjendje që të modifikonte kohën e rrotullimit të centrifugave me një fraksion sekonde, me 1/100 e sekondës, ose më ngadalë. Dhe ajo që bëri kjo është që me kalimin e kohës centrifugat kaluan në një proces rrollimi kaq të madh sa që u vetë shkatruan prej tyre. Një rast tjetër që ne kemi të evidentuar dhe është shumë i freskët, po me Izraelin që ka qenë një rast par ekzemplar në inteligjencën, është ajo i biperave. Se si izraelitët arritën që të zotëroni një kompani e cila ishte një kompani furnizuese e biperave private, interceptuan komunikimet, zotëruan këtë kompani, injektuan lëndën eksplozive brenda këtyre biperave dhe shkaktuan një dekapitim të një leadershipi brenda një dite të mbi 5.000 liderat të Hamasit. Pra, të gjitha këto raste evidentojnë edhe një herë që, ose një rast tjetër po me Izraelin, ka qenë vrasja e Khameneit. Izraeli raportoi se kishte penetruar në sistemin e semaforëve dhe kamerave të rrugës që përdoren në qarkullimin rrugor në Teheran. Dhe ka qenë prezent në atë sistem për vite të tëra, duke monitoruar lëvizjen e trafikut. Dhe kjo është e mënyra se si e dinte me eksaktësi dhe i kerojt e sigurisë. Orën, minutën, momentin, kur shkonte individi. Pra duke monitoruar, duke mos bërë as edhe një gjë. Pra operacionet e zbulimit në fushën e kibernetikës favorizojnë durimin dhe sigurisht në një farë mënyre këto e ulin nevojën për të pasur shumë agent në terren, sepse mund të përdorësh kamerat, sistemet e përgjimit e tjerë, por i rikthehemi edhe një herë asaj që thash në fillim, asnjëherë të kundër zbulimit. Kundër zbulimi është përsëri një nga elementët që çdo vend duhet insistojë ta ketë sa më të fuqishëm. Të qartë. Redion Qiriazi, profesor Çale, ishte kënaqësi t'ju kisha mbrëmjen e sotme në program, sigurisht për të folur për një temë e cila ngjall gjithmonë interes, duhet thënë, dhe mbi gjitha ka vëmendje të shtuar kur bëhet fjalë se kush përgjon kë dhe për çfarë arsyesh. Mirë, kemi ardhur kështu në fund të programit për mbrëmjen e sotme. Faleminderit për vëmendjen tuaj.